Liçeni po Gradecit me bukurinë dhe freskinë e tij fton gjatë stinës së verës mira pushues, punëtor, të rinj e pionjer nga e gjithë Shqipëria. Kampi i pushimit të pionjerëve këtu mban emrin e herojt popullit Reshit Çollaku. Me sa dëshirë dhe kureshtje dëgjojnë fëmijët tregimin e vllait herojit. Nismat për të njohur jetën e dëshmorëve, për të ecur në gjurmët e herojve e tjerë, zhvillohen edhe në kamp. Ndaj takimet me veteran lënë mbresat pa shlyera tek fëmijët. Mjediset shlodhëse argëtuese kryejnë kushte për një pushim të kulturuar aktiv. Asnjë pionjer të mos largohet nga kampi pa mësuar notin, është një nga objektivat e pushuesve të vegjël, ndaj çdo ditë nga 2 kompani zhvillojnë mësimin e notit. Të bukura zhvillohen edhe lojrat në rër, në rrezet e ngrohta të diellit. Mbresët veçanta u le fëmijëve vizita në pikën turistike të Drilonit, ku kalojnë një ditë të gëzueshme e plot veprimtari. Jo vetëm fëmijët janë amatorë të kësaj pike të bukur turistike. Drilonin e gjallërojnë çdo ditë vizitorë të shumë të pogradecar, korçar, si dhe ekskursionistë nga rrethet të ndryshme të vendit. Janë këto kooperativistë nga plasa. Kjo ditë e bukur pushimi i shlot. Ju përtërin forcat për të kryer në kohë me cilësi detyrat e stinës në bujqësi. Driloni me bukuritë e natyrës dhe mjediset e kulturuara shlotëse të fton të kthehesh sërish.